Kjo do të thotë që qytetarët e Çajirit dhe gjeneratat e ardhshme do të paguajnë për vite me radhë për shpenzimet që janë bërë tashmë, pa transparencë, pa llogaridhënie dhe pa dobi publike. Dhe këtu lind pyetja thelbësore: si u krijuan këto borxhe? Qytetarët e Çajirit e dinë shumë mirë se ku shkuan paratë, në kontratat e përkohshme masive të cilat u ndërprejnë menjëherë pas zgjedhjeve, në finansimin e takimeve partijake dhe mobilizimin e aktivistëve, në restorane dhe shpenzime luksi të lidhura me funksionarë qeveritarë, në projekte që nuk kishin asnjë lidhje me zhvillimin, por me ndikimin e votës. Pra kemi një model të qartë: shpenzo për zgjedhje, fito pushtetin, pastaj merr kredi dhe lër borxhin qytetarëve. Ky vendim nuk është vetëm i papërgjegjshëm, por dhe shumë i padrejtë, sepse sot po merret një kredi 10 vjeçare që do të paguhet nga vetë qytetarët që nuk kanë përfituar asgjë nga këto shpenzime, që nuk kanë qenë pjesë e këtyre vendimeve dhe që në shumë raste as nuk e kanë votuar këtë pushtet.